Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së shigjetari. Do bëjmë një leximin e radhës për ju të dashur shigjetar dhe po fillojmë me tret të Gabrielit, me fakt me një frym shprese. Ti ke bërë apo je duke bërë akoma shumë përpjekje dhe tani është duke ardhur një moment ku planet e tua fillojnë të marrin formë. Dhe kjo është e bukura kur vërtet na jep shpresë dhe besim për të vazhduar. Kjo është periudha ku horizonti po hapet për ty. Mundësi të reja të dashur shigjetar, bashkëpunime apo edhe udhëtime që të çojnë më afër ëndrave të tua. Beso në këtë proces që ke nisur, sepse rezultatet tashmë do fillojnë të duken. 8 të Majklit. Shikoni me vëmendje këtë fotografi. Ju në këtë qast këtu duke hapur dyert dhe një engjëll duke ju ndihmuar. Këto një pjesë e juaj ka qenë e bllokuar, ndoshta nga frika, dyshimet, apo ndjenjat që nuk ke zgjidhje. Por ky letër është thirrje për çlirim. Dyert janë hapur, por duhet të bësh hapin jashtë vetë. Gjithmonë ne themi Zoti parën e pas. Nuk është e vërtetë, dashur, unë nuk besoj në të. Jemi aq të lirë të veprojmë nga Zoti, saqë ne gjithmonë ecim para, por i kemi pas mbrojtësit tanë. Tani, shigjetari është shenjë e lirisë, dhe tani universi po të fton të rikthesh atë. Mos lejo mendimet e vjetra, apo ky bllokim këtu që tani sapo keni hapur dyert, të ju rikthejë atje ku keni qenë, të lidhur me situata që tashmë kanë mbaruar. Faqe Gabrielit. Këtu ndizet për pasioni përsëri, një energji e re, optimiste. Shikoni prap gjithmonë, personi para dhe anash apo pas është engjulli që të gjithë i kemi, janë për të na mbrojtur, për të na udhëzuar, apo për të na ndihmuar në atë në çfarë do lloj gjë që vendosim, keq apo mirë. Pra, një energji e re, optimiste dhe luftarake, të mbush me dëshirë për veprim, një mundësi e re po troket të dashur shigjetar, një ide, bashkëpunim, apo projekt që t'jep jetë. Mos mendo shumë, ndiq zëmrën. Kjo është një periudhë ku spontaniteti dhe guximi do shpërblehet. Dhe të dashur, 4 të Gabrielit. Prap, shikoni me vëmendje këtë fotografi. Shikoni sa bukur janë dy veta dhe prap engjulli i tij duke i ruajtur apo kujdesur për këta dy persona, që 4 shkopi do thot 4 shtyllat, 4 themelet e diçkaje që po ndërton. Këtë universi do të shpërblen, do t'ju shpërblej të dashur shigjetar. Pas gjithë përpjekjeve vjen një moment gëzimi dhe absolutisht stabiliteti. Mund të jetë një festë, një sukses personal, apo një moment ku ndihesh në paqe me atë që ke ndërtuar. Kjo letër të kujton se puna gjithmonë shpërblehet dhe se tani ke të drejtë të pushosh dhe të gëzosh apo ta shijosh, ta them kështu. Drejtësia, një periudhë balancimi dhe drejtësie. Nëse ke qenë në një situatë të padrejtë nga dikush, apo ke ndjerë se dikush nuk të ka trajtuar siç duhet, kjo letër tregon kthim të energjisë. Çështje ligjore apo marrëveshje të ndërlikuar mund të kthehen në favorin tënd. Kjo është koha për të qëndruar drejt dhe për të mos u dorëzuar. E vërteta është në anën tënde, apo çfarë do lloj çështje ligjore do mbarojnë në favorin e juaj. Një drejtësi e mohuar e juaja do shpërblehet apo do vi tek ju. Dhe High Priestess, që do të thotë intuita vetë të dashur. Leximi mbyllet me qetësi, intuitë dhe dritë të mbrëmshme. Të dashur shigjetar, kjo është letra e mençurisë së thellë që lind pasi ke kaluar gjithë fazat e jashtme. Intuita jote është tani më e fortë se kur. Mos kërko përgjigje jashtë. Ti tashmë e di, i ndjen dhe vetëm vazhdo dhe beso.
Pra, kjo periudhë si një udhtim nga kufizimet, ta them kështu, drejt lirisë, nga padrejtësia drejt ekuilibrit, nga kaosi drejt qartësisë. Je duke u futur në një kapitull të ri, ku vendimet që merr do të përcaktojnë një rrugë të re të lirisë, lirisë dhe drejtësisë, ta them kështu. Liria nuk fillon kur ikën nga të tjerët, por kur guxon, të dashur shigjetar, të mos friksohesh më vetes.